Territori i Kosovës për datën 2 nëntor 2025 pritet të jetë në ndikimin e masave ajrore të freskëta me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell sipas matjeve të kushteve sezonale pa shenja për rreshje të rëndësishme. Gjatë paradites priten vranësira të lehta ndërsa pasdite gjasa për periudha më të qëndrueshme me diell në disa zona. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 13 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era pritet të fryjë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 3 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 2 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1 deri në 2. Sipas vlerësimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 2 nëntor pritet të jetë rreth orës 6:03 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:35 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 2 deri në 11 gradë Celsius. Podujev 2 deri në 11 gradë Celsius. Skënderaj 2 deri në 11 gradë Celsius. Pej 3 deri në 12 gradë Celsius. Prishtinë 2 deri në 12 gradë Celsius. Gjakov 3 deri në 12 gradë Celsius. Malishev 2 deri në 11 gradë Celsius. Gjilan 2 deri në 11 gradë Celsius. Ferizaj 2 deri në 11 gradë Celsius. Kaçani 2 deri në 11 gradë Celsius. Suharek 3 deri në 12 gradë Celsius. Prizren 4 deri në 13 gradë Celsius.